Helikopteri që mbante CEO-n e CMN Spine dhe familjen e tij kishte probleme mekanike muaj para rrëzimit të tij. Helikopteri që urrëzua në lumin Hudson pati probleme mekanike muaj përpara se të shpërbëhej në ajër dhe vrau CEO të CMN Spine, Agustin Escobar, gruan e tij dhe 3 fëmijë të tyre dhe pilotin. Sipas të dhënave të Administratës Federale të Aviacionit, avioni fatal Bell 206L 4 Long Ranger IV në pronësi dhe operim nga New York Helikopter kishte përjetuar probleme mekanike që nga shtatori vitit të kaluar. Të dhënat tregojnë se helikopteri ishte ndërtuar në vitin 2004 dhe kishte regjistruar tashmë 12.728 orë fluturim kur duhej të riparohej, një hetim që vijon për të përcaktuar se çfarë shkaktoi rënien dhe rrëzimin e avionit në lum. Hetimi do të fokusohet në përvojën e pilotit, rënojat dhe kompanin Big Apple që operon turnet e ndonjë gjëje. Hetuesi do të shqyrtojnë gjithashtu punën e mirëmbajtjes së kryer në avionin fatal, duke përfshirë përfundimin e 2 direktivave të fundit të sigurisë ajrore të lëshuara nga FAA për helikopterin Bell 206L. Agjencia Federale lëshoi direktivën e parë në dhjetor të 2022 dhe bëri thirrje për inspektim dhe zëvendësimin e mundshëm të teheve kryesore të rotorit të modeleve për shkak të shkëputjes.